Me trup do t'i takoj ati, por me zemër do takoj ty. Me trup do t'i takoj ati, por me zemër do takoj ty. Me trup do t'i takoj ati, por me zemër do takoj ty. Ta vjollë. O, Lina, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. A e lodhe? Jo, t'ja po lodhesh? Jo, pa. Te, si e? Mirë. Sa mirë bone që erdhe. Beni shumë ka nevoj këtë ditë për shoqni. E di. Nuk është hiq mirë. Edhe Tina hiq nuk është ma mirë, se isha pak parës të ajo. Shko të zgjo Beni. Është koha të zgjohet. Beni! Qumër gjumash? Që një orë sa është? Ja. A cejte? Që ka dole, t'ja i mirë? Ja, Ben, mos gënje, se di që nuk je mirë. Ajo më tha se këtë zgjedhje nuk e kam bërë vetë, janë ata prindër mi që e kam bërë. E di, ka thonë përso. Hajde Ben, hajde se jeta vazhdojnë. Ne jemi të ri dhe kemi jetën për para. Nuk është fundi botës, bre. Hajde Ben. Mua më ke shoqe, unë do t'jem për kraja e jote çdo moment. Faleminderit Lina. Ti e din që unë s'kam pas vlla, as motër. Ti ke qenë ajo që gjithmonë mi ke afruar këtë ngrohtësi që mu më ka mungu. Edhe gjithmonë do t'i afroj. Faleminderit. Hajde për qonë për dalim, marrë këtu pak. Hajde, se edhe ti ki nevoj, bre. Jo, Lina, faleminderit. Hajde për Ben. Jo, bre. Të t'avjos, dollem na, qu. Hajde. Nan, unë po dalë pak. Në rregull, Nan, kalofshit mirë. Eja me afroni dhe ju lutëm dy dëshmëtarë, Eda dhe Dardani. Ne. Martesa është gjëja më e shtrenjtë që bën kurorëzimin tuaj, tregon statusin tuaj martesor dhe është ligjisht e pranuar. Ne dy, qofti pasur apo i varfër, duhet të jeni besnik njëri tjetrit. Ne tre, çdo pasuri që e krijoni së bashku, duhet ta menaxhoni së bashku. Ne katër, martesa në kupton që pranë institucionit më të lartë vërteton bashkëjetesën tuaj. Prandaj,
Zotri Leo, e pranoni për gru Zënushën tina? Po, Zënusha tina, e pranoni Zotri Leon për burë? Po, e pranoj. Atëherë, urime në emër të ligjit, ju shpat burë dhe grua. Faleminderit më i bi. Po si të quajnë ty, që ke shumë e sjellshme? Eda, zonjë. Eda? Po. A je mirë? Po, por emër shumë të bukur paske. Faleminderit. Faleminderit bi, pa çfat në jetë. Faleminderit. Si ku ta kisha dhënë. Kjo është doma jonë, zemër. Ku shkojmë djerësi? Si ka mundësi në të njëjtin vend, të njëjtin shej? O Zot.
Për cilën shenje pate fjallën? Me ty po flas, me cilën shenje pate fjallën? Kush e ka shenjën si unë? Me ty po flas, kush e ka këtë shenjë njëjtë si unë? Fal! Me ty po flas, ej! Po, njëjtën shenjë ka dhe i dashurin. Çfarë? Ti pas ke të dashur? Gjuaj, gjuaj. Do të thot ti pas ke të dashur, a? Dhe unë këtë se kam ditë. Po tash e shohim. Pra, urime për bashkëpunimin. Herzlichen Glückwunsch. Faleminderit. Gëzuar për marrëveshjen tonë. Deutschland und Kosovo. Prost. Bitte, einen Moment. Alo? Alo, babi! Leo ti je? Birim. E kom një takim të rëndësishëm shumë. Këtë nuse me njerë duhet të kthejmë në Kosovë. Qetësohu Birim. Ja, me njerë po vi. Oke, po të presë në shpet, lutë me ja sa më parë. Ma në fund, ma. Qa ka të re, bre djali jam? Si duket babi nga ka dalë një problem i madh këtu. Qka ashtu më? Po, babi. Momentin kur erdha në shtëpi, sa po hym në vonë, unë isha i djersitur dhe e desha maicën. Dhe ti e di babi që unë kam një shenjë. Po, di. Dhe në momentin kur e desha maicën, gruaja ime e dashur, që sa po martuam, ma pa shenjën. Dhe si duket njëjtën shenjë e kishe dhe dikush tjetër. Që është me keqja, ai që ka njëjtën shenjë si unë, është i dashur i saj dhe ma pranoj në sy. I thuaj ato që ma thët brenda në dhomë, i thuaj babi. Mos, more, a dire këtu pas ja shku puna. Po babi, dhe unë kështu nuk e pranoj, me njerë dua ta kthej. Po kush është në djallë më i mi? Është jetin, është djali i Jolcës. Jolca Gashi. Jolca Gashi? Po, familja me i punoj që martohë me djali tuaj. O, zot që në pas ka gjithë. Po më duket se ka arë koha më këthy për Kosovë. S'po kuptoj babi, pse të kthejmë Kosovë? Çka ka problem? Kosova me problemet tona, babi. S'po kuptoj. Kom për t'ju tërguar një sekret. Sekret? S'po kuptoj babi, çka ka bëj sekreti me problemin ton? Atje do t'ju tregoj. Çfarë po bën babi? Alo, agencioni turistik, ju lutem 3 bileta për Kosovë. Faleminderit. Ngutri më shpejt.